Vladimir, do doja të kuptonim edhe një gjë tjetër, me që jemi të dallimi midis njerëzve të zakonshëm dhe rilindësve. Nëse ti do ekzistonte dyshimi publik apo dikush do i thoshte fakultetit ku ti ke aplikuar për doktoraturën dhe e ke marrë atë që ke kopjuar, ke bërë krimin më të rëndë në botën akademike. Çfarë do ndodhte me një qytetar të zakonshëm? Atëherë, ne po flasim që në parimet përgjithshme, që për shembull se akuzat e plagjaturës në vërtet janë barë edhe në shtetet tjera, dhe me sa ka mundjeni për shembull, kur ka pasur sidomos autoriteti publike që ka qenë edhe vëmendja më e lartë që të bëjë verifikimi i korrektsisë së tezës doktoraturës, për shembull, verifikohet nga një komision akuza dhe nëse komisioni arrin në përfundimin që ka kopjime e shkelje të parametrave të kërkimit shkencor, mund të vendosë edhe heqjen e titullit. Megjithatë, e thash, me sa ka mundjeni, edhe pse akuzat, si më thanë, kryesore janë bërë nga fundi 2018-s dhe fillimi i 2019-s në Shqipëri, pavarësisht se pastaj aprovua edhe një vendim i Këshillit të Ministrave që të krijojë një software në Ministrinë e Arsimit dhe pastaj rezultatet e software-it i kalonin në universiteteve, me sa ka mundjeni, pavarësisht këtyre, konkretisht nuk janë bërë, si më thënë, heqje titësh, me sa ka mundjeni, por përsëris kjo pavarësisht nëse dikush ka qenë me autoritet apo ka qenë pa shumë autoritet ose gjithsesi ka qenë një person që s'ka pas influenca të rëndësishme në pushtet. Nuk ka pasur heqje titësh as nga njerëzit që ti konsiderojnë, si më thënë, jo me pushtet, por që mund të kenë marrë një titull caktuar e tjerë. Po në raste të tilla kur janë flitet për njerëz të zakonshëm, në fakt edhe një doktoratur rezulton që të ketë plagjatur. Kush duhet të mbaj përgjegjësi? Është vetëm autori, universiteti, udhëheci shkencor, komisioni që e ka miratuar? Është komplekse, do të thosha për sa i përket përgjegjësisë, është komplekse. S'pare fillon vetë me autorin, natyrisht. Por një farë përgjegjësie ka në universiteti, sepse universiteti gjithsesi duhet vendosë mekanizma kontrolli e filtrimi, sepse natyrisht po verifikon gjithsesi para se të japësh titullin, me sa di unë për shembull në shumë universitete në Itali përdoren edhe software që para se sa të depozitohet teza doktoraturës, futen edhe në këta software, sikurse mund të jetë edhe verifikimi i përgjegjësit duke parë për shembull mënyrën se si janë bërë disa referenca, mënyrën se si mund të jetë shkruar ndonjë tekst. Domethënë, spari, përgjegjësia kryesore është e kandidatit natyrisht, por ka përgjegjësinë vet edhe universiteti. Rikthehemi edhe pak te Ulsiu, kjo është pyetja e fundit, Vladimir. Po. Ti e ke studiuar punimin e tij për veprat penale kundër mjedisit. Çfarë shqetëson doktor Ulsiun tek veprat penale kundër mjedisit? Cili është thelbi i këtyre merakjeve? Them drejtën, me sa hodha unë një shikim me kështu, thoshte që gjithsesi çështja e veprave kundër mjedisit është komplekse sepse përfshin shumë autoritete, do thoshim kështu. Dhe mund të jetë mëse vërtet, nëse objektivi është vërtet, si më thënë, mbrojtja e mjedisit, por këtu kalojmë edhe te një çështje tjetër, se si të ekuilibrohen, si më thënë, edhe interesat ekonomik me mbrojtjen e mjedisit. Megjithatë, fakti që sot po rikthehet si temë në ditët e sotme, do të thotë që gjithsesi fatkeqësisht edhe pozicionet mundrojnë shpeshherë në bazë edhe të intereseve që mund të jenë nga prapa. Ndërkohë që do të ishte mirë që kishim disa parime standarde që t'i mbronim pavarësisht interesave
apo investimeve tjerë, mënyrë që pavarësisht se cila qeveri ndryshon, të ruhen disa parametra për sa i përket mbrojtjes së mjedisit. Vladimir Kola, faleminderit për kohën. Faleminderit edhe ju për ftesën. Përshëndesim studiusin Vladimir Kola që ka mbi gjitha ka vuajtur i shkreti. Ka lexuar doktoraturën e doktor Ulsiut. Doktor Ulsiu. Doktor. Ndërkohë unë po mendoj që të shkretët mund të jenë ata student të ndershëm që përpiqen në mënyrë të ndershme të mësojnë aty jashtë. Dhe vrasin media çfarë ndodh me një zyrtar, çfarë ndodh me universitetet, me standardet, meritokracinë. Nëse ishte zyrtar, do të ishte shumë më i zgjuar se qytetari i zakonshëm, shumë më i studiuar, i lexuar, i lëqitur. Si bin kohët. Megjithatë është shumë raste në Evropë. Kanë qenë të shpeshta që prej 2013-s që ndodhe jashtë, bëhen dhe filma. Bëhen dhe filma për to, por ndryshe nga ne, atje gjithë ministrat kanë dhënë dorëheqjen. Japin dorëheqjen, ndërsa ne do japim dorëheqjen nga kjo temë, do të rikthehemi më njëherë pas publicitetit.